Lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti ishte për homazhin në Prekaz, nga ku ka theksuar rëndësinë historike të kësaj ngjarje për lirinë dhe shtetin e Kosovës. Ahmeti deklaroi se Prekazi është vendi ku bë betimi se liria fitohet me gjak dhe jo me fjalë, duke nënvizuar sakrificën e familjes Jashari dhe të gjithë dëshmorëve të Kosovës. Jemi në vendin ku është bërë një betim se liria fitohet me gjak. Ajo nuk falet, por fitohet. Këtu dëshmua që e tërë një familje rri krah për krah, e burrat, e vëllezërit, dhe digjen në flak, që nga jo flak e lind liria, pavarësia e drejtësia. Prandaj këtu sot është e tërë Kosova, sot këtu nuk ka parti politike, por ka një betim që do i dalim Zot dhe do e mbrojmë identitet e dignitet të ushtrisë qlirimtare të Kosovës, sepse këtu janë rajat e shtetit më të ri të Europës. Lavdi e gjithë peronëve për liri. Me këtë rast, Ali Ahmeti po ashtu ka vizituar edhe kullën e Jasharajve, ku prit ngrohtësisht nga Bacili Fat Jashari.